Miss Globe rikthehet në Shqipëri për të 7-in vit radhazi. 49 bukuroshe do të konkurojnë në konkursin ndërkombëtar, i cili do të ketë natën finale në Sarandë më 25 shtator. Këtë vit programi i Miss Globit është shumë atraktiv duke suportuar në mënyrë të veçantë pjesën turistike të Shqipërisë, pra do të japim një shtys akoma më të fortë nivelit dhe zhvillimit të turizmit si një nga prioritetet e politikave të Shqipërisë. Viti i 7 i Miss Globe International do të sjellë edhe një treshë prezantuesish shumë të veçantë. Çilieta Xhiliaga do të shoqërohet në natën finale nga Enkel Demi dhe Eduard Oga, të cilët do të ndryshojnë prezantimin klasik të deri tanishëm të Miss Globe në Shqipëri.